Kjo video historike që po paraqesim është realizuar nga majori i ushtrisë amerikane Martin Mannhof nga balkoni i ambasadës amerikane në Moskë. Filmimet janë pamje autentike të pacensuruara nga momenti historik i përcjelljes së fundit që i bon popullit sovjetik generalit të luftës së dytë botërore Stalinit. Filmimi i radhë që konsiderohet si i vetmi xhirim jo zyrtar i ceremonisë së varrimit të udhëheqësit sovjetik, Stalin, vdekur më 5 mars 1953, u zbulua nga historiani Douglas Smith dhe u publikua nga Radio Evropa e Lirë. Ky filmim jo zyrtar përbën një episod interes i luftës së ftohtë që lidhet me ceremoninë e muajit mars, kohë kur nga shteti komunist kontrollohej çdo informacion që dilte jashtë vendit. Megjithatë, diplomatët amerikanë në ambasadën e SBA-s të Moskës arritën të realizojnë filmimin jo zyrtar, pjesë të ceremonisë dhe turmën gjigante që merrte pjesë në të. Pamjet sjellin atmosferën reale të Moskës gjatë funeralit, lëvizjen e turmave dhe praninë masive ushtarake, duke dhënë versionin perëndimor të kësaj ngjarjeje ndryshe nga propaganda sovjetike. Me këtë filmim, specialistët ushtarak amerikan kërkonin të njihnin konkretisht reagimin e popullsisë, organizimin e sigurisë, praninë e udhëheqjes për të cilët parashikonin ngjarje të bujshme, si dhe gjendjen politike pas vdekjes së Stalinit. Pasi kishte pasiguri të madhe se kush do të vihej në udhëheqje, materiali është ruajtur në arkivat amerikane për shumë vite. Më vonë janë deklasifikuar disa pjesë dhe janë përdorur në dokumentar historik mbi vdekjen e Stalinit, jetën në Moskën sovjetike, si dhe fillimin e luftës për pushtet në Kremlin. Diplomatët amerikanë e përshkruan situatën se Moska dukej në atë ditë e heshtur dhe e friksuar.